Më 21 janar të 2025-ës, gjykata e apelit ka liruar nga akuzat 4 persona, të cilët ngarkoheshin për dhunimin e një të miture në Drenas para afro një dekade. Të gjithë të akuzuarit ishin me detyra zyrtare. Në aktgjykimin e siguruar nga ATV, arsyetimi i përgjithshëm i apelit është se vepra penale, keqpërdorim seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin, nuk ekziston më në kodin aktual dhe se duhet aplikuar ligj më i favorshëm për të pandehurit. Por Shkëlzen Xhekaj, Vesel Veseli, Gazmend Halilaj dhe Ibrahim Rexhepi nuk ngarkoheshin vetëm me këtë vepër penale. Shkëlzen Xhekaj, mësimdhënës, akuzohej edhe për nxitjen e akteve seksuale me premtim të rrejshëm martesor. Nga kjo akuzë, apeli e liroi duke arsyetuar se 16 vjeçaria ka dalë me dëshirë me të akuzuarin dhe se nuk ka fakte se dëmtuara nuk ishte në dijeni për statusin martesor të pandehurit, me që shtëpitë e tyre kishin distancë 200 apo 300 metra. Dëshirë vullnetare të miturës, apeli ka theksuar se evidentoi edhe në veprën penale shtytjen në ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë, me të cilën ngarkohet polici Vesel Veseli. Ai u lirua nga kjo akuzë me që video incizimet e prezantuara nga e dëmtuara në gjykat nuk ju dukën të besueshme apelit. Madje, provat e prokurorisë, ku dëgjohet i akuzuari duke joshur me fjalë të dëmtuarën e duke ftuar të kryej marrëdhënie seksuale, apeli i konsideroi vetëm si biseda normale që zhvillohen mes çifteve. Ndërsa avokati Gazmend Halilaj u lirua nga akuza tjetër me të cilën ngarkohej, frikësim gjatë procedurës penale, me arsyetimin e apelit se dëmtuara kishte ndryshuar her pas here deklaratat e duke mos paraqitur kërkesë për ndjekje penale. Apeli e pranoi edhe ankesën e mbrojtjes së të akuzuarit Ibrahim Rexhepi, mësimdhënës, i cili kishte thënë se s'ka arsye të qarta që lidhin klientin e tij me rastin, andaj edhe Rexhepi u lirua nga akuzat.